të paraqes një ngjarje që ka ndodhur në tokat arabe. Tregohet për një grua e cila e kishte bashortin e saj, burrin e saj, tregtar, armësh. Burri i saj vazhdimisht mundohej të nxjise nga tresa në mesdi popujve, me qëllim që të i shese armët e tij. Dhe sa herë që dëgjonte që ka shkëndija paqeje në atë vend, ai menjëherë nxitonte që lufta përsëri të vazhdoje me qëllim që të i shese armët e tij. E gruaja, duke e ditë këtë punë të pisë që e bënte bashorti i saj, ajo filloi të humbje qetësinë shpirtërore dhe mendonte se shpirtrat e njerëzve të vrarë i vinë mbas kësaj gruaje. Dhe kjo ja tregon këtë shqetësim burrit të saj. Dhe kërkon nga burri i saj, i cili ishte i pasur, që të ndërtoje një pallat me 500 oda, që çdo natë të ndroje odën e gjumit, që deri diku të përjetoje qetësi në zemrën e saj. Të bante me qëllim që të i shmangje shpirtat e njerëzve të vrarë në atë vend. Çdo natë e ndronte dhomën, por asnjëherë nuk gjente qetësi dhe vendosi që mos dale nga shtëpia e saj. Edhe një ditë prej ditëve, Allahu xhaleshanu ja mori shpirtin kësaj gruas, por nuk vdiq nga shpirtrat e njerëzve, por vdiq nga se Zoti xhaleshanu ja kishte përcaktuar vdekjen. Edhe thuan për këtë vend, të nderuar vëllezër, që kjo shtëpi ose kjo villë, ky pallat është shndruar në muze që njerëzit e vizitojnë. E thot një dietar islam, e kam vizituar këtë vend dhe kam marrur mësim se nëse je person i dashur me tjerët, Allahu xhaleshanu do të sjellë qetësi në zemrën tënde. E nëse dëshiron të bësh trazira në mes të njerëzve, nëse dëshiron të fejtish fitnë mes njerëzve, atëherë dije se qetësi nuk do të kesh në këtë dunja.